do ta nis këtë bisedë me ju domethënë do të diskutojmë dhe do të fokusohemi në situatën në Serbi. Kjo për arsye se ke qenë një nga të ftuarit e mi që e ke parajmëruar se çfarë do të ndodhë në Serbi përmes kësaj proteste. Në çpik jemi deri tani, zoti Koçi? Tani, deri të shtunën, pra deri me 28 qershor, kur atje u mbajt një tubim masovik, ishte një përshtypje që lëvizja studentore, synim parsor ka çështjen do të thotë vlerat liberale dhe evropiane. Por të shtunën pati një kthesë dramatike në Beograd. Për herë të parë atje u paraqiten në fjalimet që u mbajtën me rast gjatë takimit, do të thotë në skenë dolën forca kretjera. Ta zëm doli Milo Lompar, është një nacionalist agresiv, është njëri që ka promovuar librat e kriminalit të luftës Radovan Karadžić. Ai ishte vetëm njëri nga ata që foli me tone jo nacionaliste, kisha për të thënë tone shoveniste, përmendi që apostrofoi disa herë Kosovën duke thuar se Kosova është pjesë e Serbisë, apostrofoi Republikën Serbe, apostrofoi serbet në Malin e Zi, në Kroasi dhe Maqedoni. Ishte vetëm njëri dhe mjerisht jo i vetmi. Pasuan orator tjerë që vazhduan këtë logjikë, kisha për të thënë pa asnjë hezitim shoveniste, si asnjëherë më parë. Fjalimet e tyre ngjanin në fjalimet e Slobodan Miloševićit, Vojislav Šešelit, Radovan Karadžićit, dhe nuk kishte asnjë milimetër dallim nga ato fjalime që i kemi dëgjuar nga viti 98. Dhe tani në Beograd, në shtypin e atjeshëm, që për herë të parë pas 7 muajve, ka dilema nëse kjo lëvizje studentore ka marrë kahje tjetër. Që ka marrë kahje tjetër nuk ka asnjë dilemë, sepse ajo çfarë dëgjuam ne gjatë të shtunës në mbrëmje mund të jetë diçka, por jo angazhim për vlera liberale, vlera evropiane, ishte nacionalizm agresiv, nacionalizm ekstrem serbe, që sërish doli në skenë me parolën për botën serbe, me akuza ndaj Vučićit, jo pse me akuza që nuk ka arritur të kthejë Kosovën në Serbi, dhe tani shtrohet thjesht pyetja në ç'drejtim, kundër kujt dhe çfarë synon kjo lëvizje studentore. Kisha për të thënë që në këtë çast studentët janë vetëm mish për top, ndërkaq që pas tyre ka një shkputje. Dhe nuk kemi të bëjmë. Tani lirisht mund të thuhet pa asnjë dilemë që nuk kemi të bëjmë me lëvizje emancipuese, pro-evropiane, liberale, demokratike, por me një lëvizje nacionaliste. Pra, kush qëndron në pas kësaj lëvizje, zoti Koçi? Kush mendoni se qëndron? Nuk e di a më dëgjuar. Edhe në Beograd bëjnë këtë pyetje edhe në Zagreb. Sot në shtypin serb është transmetuar një deklarat e filozofit të njohur, praktikisht ideologut presidentit rus Vladimir Putin, quhet Aleksandar Dugin, i cili do ta citoj në 2 rreshta, tha si vjen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka më legjitimitet. Ai disponon aparatin shtetëror, por pa mbështetje të popullatës. Vučić ka marrë fund, legitimiteti i tij është dukur. Vučići duhet të largohet, ky është qëndrimi i shoqërisë serbe. Pra kemi të bëjmë me ideologun dhe një nga bashkëpunëtorët e parë të Putinit që hapur, pa asnjë ekuivok, pa asnjë hezitim, kërkon largimin e Vučićit nga pushteti. Kjo hapur shtron pyetjen nëse shërbimet sekrete ruse, nëse Moska zyrtare qëndron nëse jo pas tërë lëvizjes në Serbi, atëherë pas një pjesë të madhe të saj, dhe nëse ata kanë dorë në atë çfarë është duke ndodhur në Beograd. Ne
gjatë protestës hetuam një gjë, ta zëmëm kriminalet e luftës që kanë marrë pjesë në krime në Kosovë, ruanin studentët, ndërsa terroristët e Banskës në civil ruanin presidencën ku ishte Aleksandar Vučić. Kjo e dyta dëshmon që Vučić mbase nuk ka siguri në shërbimin sekret serb dhe ka angazhuar paramilitar, në këtë rast ata që terroristët që sulmuan Banskën. Po them edhe një herë, deklarata e Aleksandar Dugin dhe këto zhvillime, prononcimet të shtunën në Tubim nga nacionalistët agresiv serbe dëshmojnë që atje kemi të bëjmë me diçka tjetër, nuk është lëvizje emancipuese drejt vlerave liberale evropiane. Pra nuk se kjo është deklaratë e fortë, se deri tani është pretenduar që është një lëvizje emancipuese që synon rrëzimin e autokratit Vučić. Nuk e përjashtoj mundësinë që synojnë dhe mbase me siguri synojnë për mbysjen e Vučićit, por jo për ta emancipuar Serbinë, për ta dërguar drejt Brukselit, drejt Evropës, por për llogari tjera kisha për të nuk e përjashtoj mundësinë për llogaritë të Moskës, cilat tani unë nuk di se si them do thotë cila është llogaria atyre, pse duan ta përmbysin Vučićin dhe sa janë të forta ato forca, do thotë sa janë, sepse më duhet të them edhe një gjë. Megjithatë nuk mund të futet gjitha e lëvizje të sublimohet në këtë çfarë them. Kanë mesin e tyre studentë që janë të instrumentalizuar, do thotë, supozoj që një pjesë e madhe e tyre vërtet duan emancipimin, duan vlera liberale, por më duket që aktualisht janë mish për top me duar të shërbimeve sekrete të shumë vendeve, por duket që dominon shërbimi sekret rus. Po ndërkohë, Dmitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, e ka cilësuar këtë një përpjekje për të realizuar një revolucion të dytë me ngjyra, çka është lexuar si një mbështetje e Moskës për Aleksandar Vučić. Si ta lexojmë? Ka shumë kontestuese, sepse një... Po, dëgjojeni, zoti Koci, dëgjojeni, pa merak. Nuk e di, u shkëput regjia? Zoti Koci, besoj që... Okej, vazhde. Po, vazhde atjerë. Pra... Okej. Besoj që... është e qartë pyetja, apo ta përsëris dhe njerë, se mbase për shkak... Ja, nuk ka nevojë. Nuk e qartë, është e qartë. Por, një ditë më parë, Sergej Lavrov në Moskë bërë një deklarat ambivalente. Tha se beson që perëndimorët nuk do të mbështesin një revolucion të portokallët, por se ai ndjen që Vučići dëshiron komunikim, dialog me protestuesit. Kjo pjesë e dytë e deklaratës së tij, pra se Gjoja Vučići dëshiron dialog me protestuesit, nuk qëndron dhe është më shumë goditje ndaj Vučićit sesa mbështetje për te. Pra Lavrov me këtë deklarat praktikisht fton Vučićin tulet në tavolinë me ta. Të ndaj, pra të ulet në një trojez, gjë cilën e kërkojnë edhe protestuesit. Por gjë cilën Vučić me këmbgulje hedh poshtë. Nuk negociojnë me terroristët. Nuk negociojnë me terroristët, thot Vučići. Absolutisht. Por pikërisht Sergej Lavrov ja kërkoi dje Vučićit. Pra ishte deklarat ambivalente, kinse në mbështetje të tij, por ftesë drejtuar Vučićit që tulet bisedoj me ta. Ishte sinjali i parë, luhatja parë e qëndrimit të Moskës zyrtare në raport me Vučićin, ndërka që kjo çfarë ka bërë sot ideologu i Putinit, Aleksandar Dugin, është një goditje shumë e rëndë për Vučićin, sepse kjo deklaratë shpejt do të bëhet publike në gjithë Serbinë dhe do të jetë sinjal se Vučić nuk ka mbështetjen e Moskës, spaku jo në masën sa e ka pasur deri më tash.
A ka lidhje kjo me mbështetjen që Vučić i ka dhënë Ukrainës, zoti Koci? Nuk e përjashtoj, sepse ju përkujtoj, Vučić tash 2 vite i dërgon municione në Ukrainë, dhe këtë shërbimet sekrete ruse e kanë ditur. Nuk është që nuk e kanë ditur dhe nuk kanë reaguar, por reaguan 2-3 javët e fundit 2 herë. Jo vetëm një herë, por reaguan 2 herë, duke akuzuar se për interesa meskine po dërgon municione në Ukrainë për të vrarë ushtarët rusë. Po them edhe një herë, të shërbimet sekrete ruse e kanë ditur me siguri shumë më herët, por me bën publike tani pikërisht në këtë moment, dhe kjo është shumë simptomatike dhe korespondon edhe me deklaratën e Aleksandar Dugin që thotë se Vučić është i përfunduar dhe se duhet largohet nga skena politike. Këndvështrim shumë interesant dhe nisur nga sinjalet që dëshifruam, më duket krejt i mundshëm, po ku do të shkojë situata, zoti Koci, në rast se Vučić nuk dorëzohet, nisur edhe nga fakti që duhet thënë që ka një mbështetje le të themi europiane, po, nuk e di se sa e ka mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe administratës Trump, po të paktën europiane është e qartë që Vučić e gëzon mbështetjen. Unë pajtohem me këtë vlerësim. Vučić ende ka mbështetje të fuqishme të Bashkimit Evropian, por para një muaji, nëse nuk gabon, do thotë një muaj, ai ishte në Shtetet e Bashkuara dhe pritit që takohet me presidentin Taki, me presidentin Trump. Dhe Vučić u desht me arsyet. Vučić pra shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të takuar me presidentin Trump, por ai takim nuk ndodhi. E qartë. Nuk është mirë, me shëndet ai u kthye brenda 24 ore në Beograd. Pra, por shkoi në Rusi në 9 maj, 9 maj. Kjo ishte për ta plotësuar, po. Absolutisht. Mendoj se nuk ishte rasti, nuk mund të jetë rasti të refuzimit i presidentit Trump që të takoj, dhe largimi i tij urgjent brenda pak ore nga Shtetet e Bashkuara. Prandaj qëndron pojimi juaj që Vučić aktualisht ka mbështetje në Bruksel, por është dileme madhe se çfarë pozicioni ka Moska dhe Washingtoni në raport me te. Se në qofse, kjo është, unë të falenderoj shumë për këtë këndvështrim. Ndërkohë, zoti Koci, një pyetje përsa i përket një deklarate të Donald Trump, sepse po e vëm re që sa herë ka, le të themi, situatat nxehta, Kosova është pjesë e fjalorit qoftë Donald Trump, qoftë Lavrov, qoftë Putin, qoftë Dmitri Peskov, pra është domethënë pjesë e debatit dhe diskutimeve. Trump ka deklaruar se ka ndalur dhe ka bërë të mundur, domethënë ka ndalur Serbinë për sa i përket një përpjekje që ai thotë Serbia ka pasur për të sulmuar Kosovën. Si e vlerëson në këtë moment në raport me rolin që Kosova zë aktualisht në agjendën e presidentit Trump? Fillimisht duhet të them që e konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme që zoti Trump në çastin e 3 krizave të mëdha në botë, që luftës Izrael-Iran, luftës në Ukrainë dhe konfliktit Pakistan-Indi, gjen kohë për të apostrofuar Kosovën. Unë nuk pajtohem me një pjesë të analistëve në Kosovë dhe Shqipëri që thonë se gjoja presidenti Trump nuk po njeh ka çështjen e Kosovës. Ai mund mos e njoh sepse asnjë president nuk mund të di problemet e 200 shteteve në botë. Por ka shërbimet e veta, do të thotë ka CIA-n, ka Kongresin, ka State Departamentin, ka shtëpinë e bardhë, ka institutet që e furnizojnë nëse po të jetë e nevojshme brenda orës me gjitha informacionet e nevojshme. Prandaj është tezë shumë ignorante, tezë naive, kjo që sillet në Prishtinë dhe Tiranë se ai nuk po njeh ka çështjen e Kosovës. Pohimi i tij
që kemi evituar një luftë mund të ketë bazë. Në 22 maj në Beograd, Këshilli për Siguri Nacionale i Serbisë është të buar në prani të Vučićit, krerëve më të lartë të ushtrisë dhe policisë, dhe pas takimit, shefi i ushtrisë serbe Milan Mojsilović publikisht ka deklaruar se për shkak të situatës në Kosovë dhe Bosnjë, ushtrisë serbe dhe policisë serbe janë dhënë detyra speciale. Nuk di dëshmi, nuk e di cila duhet të jetë dëshmi më e fuqishme se kjo që nuk duhet përjashtuar mundësinë që Serbia të ketë përgatitur, ketë tentuar të bëjë diçka në Kosovë. Dhe sidomos në kontekstin kohor do të ishte në favorin e Vučićit, sepse një konflikt eventual në Kosovë, një sulm ndaj Kosovës në Veritazëm, do ta shpërqendronte vëmendjen e opinionit në Serbi nga protesta studentore, të cilat ai nuk po mund t'i kontrollojë. Pra, nuk është që nuk ka bazë pojimi i presidentit Trump që kemi evituar një luftë në Kosovë. Unë mendoj se që mund të qëndrojë kjo tezë dhe qëndron kjo tezë. Po, më duket se ka është informacion që mund të jetë marrë nga shërbimet sekrete amerikane, prandaj pojimi i tij është realist dhe mund të qëndrojë, koha do ta tregojë kur të hapen E qartë. Kur të hapet çfarë, se Zoti Kosi, më dëgjoni? Besoj që ai pojimi zotit Trump do të... Po dëgjoj? Po. Me vështirësi. Tash po. Okej, vazhdoni, sepse këtu dëgjojeni mirë, kështu që pa merak. Okej. Prandaj, rrjedhimisht mendoj që pohimet në Prishtinë dhe Tiranë, se pohimi i zotit Trump për një luftë të mundshme, një sulm të mundshëm të Serbisë mbi Kosovën nuk është i bazuar, nuk qëndroi. Ai atë e ka bërë, sipas gjitha gjasave, në bazë të dhënave që ka marrë nga shërbimet sekrete amerikane, nga CIA, FBI dhe shumë të tjera. Prandaj me tingëllon qesharake pohimi i ekspertëve kosovarë dhe atyre në Shqipëri, shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë kur mohojnë dhe kur këtë tezë, këtë qëndrim, këtë deklaratë të zotit Trump nuk e marrin seriozisht. Ajo është shumë e mundshme dhe po them thash pak më parë, mund dëshmohet më vonë kur të hapen dokumentet sekrete të kohës dhe të momentit. Ndërkohë, zoti Kosi, si e vlerësoni mundësinë që Kosova dhe Serbia të jenë aktualisht në tavolinën e presidentit Trump në mënyrë që të kemi një zgjidhje sa më të shpejt. Pra, a është kthyer Kosovë-Serbi një pjesë e rëndësishme e agjendës së presidentit? Tani që Kosova është në agjendën e presidentit Trump nuk ka asnjë dilemë. Sepse zoti Trump përmendja apostrofimi i Kosovës nuk i sjell asgjë në opinionin amerikan, sepse Kosova atje nuk figuron lart në prioritetet e opinionit amerikan. Prandaj shtrohet pyetja pse presidenti Trump 3 herë e përmend Kosovën në samitin e NATO-s, në shtëpi të bardhë dhe një herë tjetër. Mendoj se është serioze dhe se prap opinionin e Kosovë dhe Shqipërinë nuk e kanë kapur esencën e deklarimeve dhe prononcimeve të tij. Nëse analizohen deklarimet e presidentit Trump, shihet që ai ka hedhur poshtë planin franko-gjerman, sepse si dini ka pohuar që ish presidenti Biden ka bërë gabime. Dhe shtrohet pyetja çfarë gabime ka bërë presidenti Biden në rastin e Kosovës. Presidenti Biden ka qenë i ndërlikuar vetëm në planin franko-gjerman. Dhe kur presidenti Trump e pohon që ai ka gabuar, do të thotë praktikisht e hedh poshtë planin franko-gjerman. Unë mendoj se ai do të dalë me plan të vetin dhe këtë tërthorazi e ka bërë të ditur edhe në samitin e NATO-s, jo konkretisht për Kosovën. Zyrtarëve më të lartë, presidentëve, kryeministrave të vendeve anëtare të NATO-s në Hag u ka thënë se
për shumë kriza, ai do të bisedojë në rrafshin bilateral me presidentin rus Vladimir Putin, dhe se ata nuk do të ndërlikohen në këto bisedime. Pra, unë nuk pres që zoti Trump të ftoj qoftë përfaqësuesit zyrtar të Beogradit, qoftë të Prishtinës në Washington, por pres që dhe supozoj që kemi të bëjmë me bisedimet të presidentit Trump me presidentin Putin. Me presidentin Putin, qoftë për Ukrainën, qoftë për Kosovën. Si që dini, zyrtarët amerikane kanë bërë të publike disa herë se marrëveshje për Ukrainën me Rusin nuk mund të ketë pa koncesionet territoriale të Ukrainës në raport me Rusin. Por, unë nuk besoj që presidenti Trump do të pajtohet që vetëm Ukraina, pra vetëm perëndimi të bëjë koncesionin në raport me Rusin, sepse ky do të ishte kapitulimi i Washingtonit. Trump nuk e pranon. Ai është president transaksional. Ofron, por edhe kërkon. Çdo të thotë kjo, unë mendoj se ai do të kërkojë gjithashtu nga Putin, që nëse tani ky është vetëm supozim, spekulim, që nëse Rusia i kalojnë territoret saktuara të Ukrainës për marrëveshjen e paqes, që edhe Moska të bëjë koncesionin në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo do të mund të ishte Kosova si supozim, sepse nga një marrëveshje e tillë edhe Trump do duhet dalë i fituar. Atë marrëveshje eventuale për njohje të Kosovës nga ana e Moskës, presidenti Trump mund ta prezantojë para amerikanëve dhe botës si fitoret e tij, me pojimin që po bëm koncesionin në Ukrainë, arritëm paqen në Ukrainë, pavarësisht koncesioneve, por zgjidhem edhe një konflikt të madh në Ballkan, zgjidhem çështjen e raporteve Kosovë-Serbi, në fakt statusin e Kosovës. Nuk e përjashtoj mundësinë që kjo të jetë një nga motivet që presidenti Trump e apostrofon e përmend Kosovën në vazhdimsi 2-3 javët e fundit dhe supozoj që njëjta logjik do të vazhdojë, në mënyrë që në rast të marrëveshjes eventuale me Rusin për Ukrainën, duke zgjidhur çështjen e Kosovës, edhe ai dali fituar nga një ujdi e tillë, edhe ai të ofrojë diçka, dalë edhe ai i fituar pra. Mendoj se kjo mund të jetë si supozim në pyetje, por në këtë variant kjo nuk do të funksionojë në kuptimin që t'i ftojë Vučićin dhe Kurtin që aktualisht janë mund mos jenë pas disa një kohë, nuk do të funksionojë. Mendoj që do të funksionojë në logjikën bilaterale Moskë-Washington. Ato marrëveshje që do të bëhen, nëse arrihet të bëhen, ato do t'i imponohen, do të thotë pypalëve, pa shumë bisedime, pa zhagitje, pa negociata. Në instancë fundit, nëse do t'i Trump arrin të sigurojë njohjen e Kosovës nga ana e Rusisë, si kompenzim i koncesioneve të Ukrainës në raport me Rusin, Kosova aty nuk ka çfarë, sepse Kosova do ta mirëpriste një gjë të tillë dhe praktikisht ajo do ta zgjidhte çështjen e Kosovës pavarësisht si do të reagojë Serbia. Por Kosova nuk është e rëndësishme njohja nga Serbia. Njohja eventuale nga Moska hap rrugën e Kosovës për uljen në Kombet e Bashkuara, sepse nuk do të kishte veto në Këshillin e Sigurimit, sepse mbetet vetëm Kina e cila në raste të tilla, nëse ju kujtohet, në raste të tilla kur mbetet e vetmuar abstenon, nuk kundërshton, pra abstenimi nuk është problem. Mendoj se ky është një nga skenaret që ndryshe nuk ka shpjegim fakti që në çastin e 3-4 krizave shumë të mëdha në botë, presidenti Trump mesin e tyre fut Kosovën. Dhe në prononcimin e parë, e pa të thënë edhe këtë, do të zgjidh çështjen e Kosovës. Për mua, domethënë ishte super i qartë, zoti Koçi, unë të falenderoj shumë sepse e ke elaboruar si askush tjetër, në fakt, nuk kam dëgjuar askënd tjetër ta shikoj në këtë perspektivë, por anulimi i planit franko-gjerman është domethënë praktikisht nxjerrje jashtë loje edhe Bashkimit Evropian, i cili po i udhëheq këto bisedime. A do ta pranoj Bashkimi Evropian një, le të themi, ndërhyrje të tillë
për sa i përket situatës Kosovë-Serbi? Tani e thash pak më parë, presidenti Trump në samitin e NATO-s u ka thënë gjithë liderëve që ai do të negociojë me presidentin Putin për shumë çështje të hapura, kontestuese, pa i inkuadruar ata. U pëlqeu ose nuk u pëlqeu evropianëve kjo nuk besoj që i bën shumë përshtypje presidenti Trump. Ai nuk është i njohur për multilateralizëm, është më shumë president që transaksional, pra ofron dhe kërkon për nëse merr një çështje në duar të tij për ta zgjidhur, ofron dhe kërkon kompenzim. Dhe nuk e din cili do të jetë reagimi i Bashkimit Evropian, është supozimi imi që ai nuk do ta përfil marrëveshjen franko-gjermane, për vetë faktin që botërisht e tha që Biden ka gabuar, ish presidenti kjo është konstatim. Biden ka gabuar, deri në çastin që të arrihet ajo marrëveshje eventuale, po them eventuale sepse mund të dështoj marrëveshja Trump-Putin për Kosovën në këtë rast, marrëveshja franko-gjermane gjithsesi do të mbetet në tavolinë, por siç e dini, ajo në forma të ndryshme Bashkimi Evropian ndërmision tash 14 vite pa asnjë rezultat, do të thotë. Kështu që unë besoj që për ta është e mirë pritur, besoj që është e mirë pritur, do të jetë e mirë pritur nga ana aty nëse presidenti Trump në bisedimet bilaterale arrin të zgjidhë çështjen e Kosovës, pra në bisedime bilaterale dypafshme me Vladimir Putin. Po edhe nëse kundërshtojnë, nuk besoj se kjo do ta mërziste presidentin Trump, sepse siç e dini ai nuk çan kokën fort për Bashkimin Evropian. Ndërkohë, besoj kjo është pyetja e fundit, zoti Kozi, si e vlerëson situatën në Kosovë, situatën politike? Çfarë po ndodh? Ku po shkon kjo situatë? Çfarë do të prodhojë kjo? Situata politike në Kosovë mund të sublimohet vetëm me një fjalë, marrëzi politike. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, që është një vendim shumë ambivalent dhe i cili interpretohet nga secili si të dojë, sepse ka ambivalencë brenda atij vendimi, mendoj se nëse brenda 30 dite, sa ka dhënë afat gjykata kushtetuese, nuk do të ketë marrëveshje ndërmjet partive politike, Kosova mund të futet në një kaos institucional, anarki dhe vakum të rrezikshëm. Por supozoj që nëse brenda këtyre 30 ditëve partitë politike nuk arrin marrëveshje, mendoj se do të pasojë reagim shumë i fuqishëm i gjykatës kushtetuese bashkë me presidenten dhe nuk përjashtoj mundësinë e masave të jashtëzakonshme. Cilat do të ishin ato? Tani e kam vështirë të shpekuloj, por nuk përjashtoj mundësinë që ata të dalin me shpallje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, me anulim të mandateve të këtyre deputetëve, pra shpërndarje të parlamentit, shpallje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por edhe me sanksionim të deputetëve të këtij mandati. Sepse kjo çfarë është duke ndodhur në Kosovë është cënim i rënd i rendit kushtetues. Kisha për të thënë edhe më shumë është sabotim i rendit kushtetues, është sabotim i Kosovës. Dhe normalisht që nëse kjo konstatohet, pavarësisht nëse është e qëllimit ose jo, kjo duhet të sanksionohet. Dhe unë besoj që gjykata kushtetuese u ka ofruar 30 ditë gjitha palëve të gjejnë zgjidhje, nëse jo presën ndërhyrje të fuqishme të tyre dhe shpërndarje të këtij parlamenti. Edhe shpallje të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por edhe sanksionim të deputetëve të këtij që kanë fituar mandatet.